edhe për ne është e paqashme, është totalisht e mbyllur që 3 vite më shumë. A ka ndonjë arsye konkrete? Jo, asnjë arsye nuk e ka. E para qeveria, ministra, deputet, gjithë duhet me kuptu që janë në shërbim të biznesit, janë në shërbim të qytetarëve të Republikës Kosovës. Kur thon janë në shërbim të biznesit, janë në shërbim të qytetarëve, si këtë shtet, këta qytetarë marrin paga prej biznesit. Dhe buxheti mbushet prej biznesit që paguajnë taksa, dhe 330.000 janë të punësuar, kosovarë janë të punësuar në biznesin në sektorin privat, ndërsa 83.000 janë në sektorin publik. Po dhe ata 83.000 që janë në sektorin publik, në mënyrë indirekte i marrin pagat prej sektorit privat, se sektori privat paguan në buxhet taksat dhe ata pagën e marrin prej buxhetit shtetit. Dhe asnjë shtet nuk është zhvillu pa biznes. Shikon administratën Trump çka bën për të mbrojtur bizneset e veta, për të mbrojtur produktet e veta. Dhe gjitha produkteve që vijnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës importohet ju ka vendosur tatim doganor. Vetëm që ta zhvilloj prodhimtarinë dhe të mbrojë bizneset e veta. Kështu që ne komunikimin e vetëm që e kemi me qeverinë, me ministrat, me ekzekutivin, janë përmes shkresave dhe përmes mediave.